Cila ka qenë situata më e sikletshme që ju keni rastisur ndonjëherë? Gjithmonë takimet e para më rastisin në verë. Edhe unë jam me shime lazi. Kristalli të shku me pellush. Makina e ka xhamat mjaftueshëm të zi që ti të shohësh veten tënde, po të mos shohësh që ka diku brenda. Ka ndodhur mua. Do i hesh atletet unë? Kur i shoh ato Gjysma çorapeve të zeza. E çat bëa ti çat çorapet s'kisha bërë thonjt. Bëm një gujt të tmerrshme turisteve. ku kemi cip ne. Tok, ti kam ullë shok, t'armës janë manover, take the hand here. Buri, kryeshet për muri, faleni ke bale dhe zimi tuti, suka. Kështu që ne provuam të shkonim këtë herë tek trajnimet e L'Orealit. Po ikim ne. Ne jemi goca, vëshëm si bomba, shpendim kretile. Goca, kjo dita sot ka që nuk e dit. Shumë e sikletshme dhe të merë. E vërtet. Nuk po dija çat visha xhimi në momentin e fundit, kisha rru vathat mi darë të misa një palë. A nuk e mësuar ti se mua kjo gjë më ndodh gjithmonë, jam mësuar Po tani. sa situata të sikletshme kemi ne goca. Tani për momentin po më vrasin flokët se mi ka shtrënguar aq fort dhe kam Po ta vini siklet. re, po ta vini re jemi shumë në sink me Me shapka. Unë me çizme. unë me kroksa. Sepse ne nuk Vazhdoj bjem të kurrë në qëndrojmë dakord me njëra tjetrën Jo se se do s'bim veshim. dakord, po sikur të flasim ne prap nuk kombinojmë dot se i kemi mbaruar gjithë rrobat e mua. S'kemi më rroba, s'kemi Kështu që më kush na rroba, në shef duan rroba. na Bën se vap, Klea çilek, sa dazi, çilek. South Africa. Yeah. Po. Klea ka bërë kaçorela, mi bër meçi. I'm a Latina girl like always. Cila ka qenë situata më e sikletshme që ju keni rastisur ndonjëherë? Me të drejtë ka pas shumë. Ne si goca rastisim çdo ditë me situata të sikletshme. Po, shumë. Sidomos në lidhje me çunat, se hajt ne kuptojmë çik më shumë njëra tjetrën, po në lidhje me çunat çunat? është e tmerrshme. Ua, do i Për tregoj. shembull, ata nuk e kuptojnë që në moment që ti bën lazerin, ti nuk mund të hiqësh shimet prap. Dhe nuk mund të hiqësh, domethënë me brisk ose me dylla, me asnjë gjë tjetër, Kjo jam duhet të unë. presësh muajin tjetër. Prandaj me vishët të gjata. Jo, dhe nuk e di pse, të gjitha first date-et mua më kanë ndodhur në verë. Dhe në verë, kur ti i ke lëkurën me ngjyrë, Kristalli të shku me pellush. ti nuk bën dot lazer sepse duhet ta bësh pa u nxirr akoma, ose do bësh në shtatorët e tona. E shkojmë plazh ti edhe. Edhe gjithmonë takimet e para më rastisin në verë. Edhe unë jam me shime lazi, po gjithmonë, se unë them më mirë t'ja thuash vet, më thonë e bër, okay, ky është gishti im by the way, se e kam hequr thonjë. Moj, Më mirë t'ja them duhet vet. justifikim se kjo është, domethënë ka dhe një dilim shumë të madhe. Ti them dhe një siklet tjetër se ke çik vuskuq të mbi hiq. Është që ma tha pas gjysore emision. Okej. Okej. Ja, ktheni ju njëra tjetër se kam vërë jo. Okej, vazhdoj. Edhe është më e sikletshme është që ti nuk e di t'ja thuash apo jo, se po ja the ngjan sikur po justifikohesh. Po nuk ja jep më shumë zë kur ja thua. Më mirë të mundojmë ta mbulojmë, mos ta vër re. Jo, unë e them gjithmonë. Unë kur e shoh që kam një gjë që nuk shkon tek vetja ime, gjithmonë ja them. Se është kjo që thua ti më mirë t'ja thuash vetë dhe të dukesh modeste, sa ta lësh ai ta shohë dhe mos të Ja duket sikur thua jep dhe ai shumë pastaj zë. shef ato qimet e tua dhe i del një turn off. Jo, mua më duket sikur kur ja thuj jep shumë zë asaj gjës dhe e ka syt aty Jo, pastaj. kam thënë duket në një podcast tjetër këtë që ka qenë në njëta situatë, edhe shkova, unë kam pas punuar përpara te një brand që shiste skincare dhe make-up-e. Dhe kam pasur një takim afër punës. Po kisha lënë punën. Edhe shoh që kisha qimet e kraut. Edhe shkova te puna, u ktheva mbrapsht dhe them, "Ç'a të bëj një gjë të krau në një nxirës në një gjë që mos më duken." A duket më keq Jo, ashtu. edhe ajo më dha glow me xixa. Po do bin në sy më shumë ashtu. Sa isha thjesht një leshadore me xixa. Sot ke vënë nxixa. Sot kam qime. Un kam shumë situata të sikletshme, po çka kam pas më përpara është besoj se Klea më kupton, kam pas tela për t'i drejtuar dhëmbët. Edhe në momentin që un haja ushqim, mund të ngjelte për shembull ushqim, më ngel sallata. Tash un isha në një vend ku ishim në një tavolinë të madhe dhe po haja po tërkoja. Dhe një moment tash po qeshja un po më kishte ngel fleta sallatë. O shkreta ti. Edhe tani po më shihshin gjithë dhe shoqja ma bën më. Te dëmbi. I thosha unë çka ka dhe qeshja vazhdoi të qeshja. Edhe ta ai kam tela keq. Edhe jepja shumë zën asaj. Edhe fut njëri aty te tavolina që ishim gjithë grup shoqëror, po ishte sallatë dhe tela. Ema të grumbullu ushqim për ndimër. Si gona. Si ai polar. Ej, po me tela dhe justifikoj se unë kam kalu vetë, po pa shumë vite që kam pas tela, po e di. Po kur je pa tela dhe të ngel sallata si t'ja bësh? O zemra, e di ç'është? Atë i ka dhënë pamush. I ke dhënë pamush, po të ngel këtu.
Shumë mirë, mos e themi këtu. Përpara se Dhemi. unë para disa muajsh kam pasur disa hapësira tek dhëmbët. Tani kam mbushur me mbushje estetike, po, dhe kam pasur disa hapësira te dhëmbët dhe kam pasur ciklesh në gjithmonë kur flisja reja kështu. Po më mirë se nuk qesh pur. Po jo, po s'ka asgjë të keq të kesh hapësira te dhëmbët. Mami për shkak ka hapësirë këtu te dhëmbët Po, kryesore. është në fat, është. Po e mbyty fati. Po ka ty. Jo, e di çfarë, unë për shembull me këtë me sallatën që më ka ndodhur. Momenti që ma thon them kur kam ngrënë sallatën, domethënë sa minuta kam unë që mbaj këtë në dhëmbë, ai boti e ka parë dhe ka marr kaq minuta guximit të ma thoj më në fund, e kupton? Po, më ka ndodhur dhe gjë tjetër. Ajë. Më këta akoma vazhdojmë mos bëjnë subscribe. Po shpejt ore çapo prisni subscribe. Tani urgjent. Me etiketën. Kisha bler rroba tani. E kisha bler bluzë, po unë e kisha harru me heq etiketën. E kupton si zakonisht. Kishte harru me heq. Jo, për zotin po, se ka qenë këtu para ca kohësh. E vesh unë Tani ja heq, kupton? e kisha veshur bluzë. Edhe tani tu hecur rrugës, më kishte dalë etiketa, ai kisha kapur flokët bisht e si zonjë. E më thot i çun thot, si kalove mirë them unë. Të ka dalë etiketa mbrapa, i them unë. Kush etiketë? Kur e shoh në etiketën, ishte Zara me çmim me gjitha. Më fali tash. Më fal. Ua, Fal tash e kam Më marrë. ndodhi para ca ditësh, isha unë me etiketë. Ata. Unë isha me etiketë dhe vite ema nga pasa, erdhi nga pas, ma futi të bluza, e kam lënë këtë bluzë. Jo, me etiketë është mirë, po ka një gjë, unë për shembull kur vesh streçet e zeza dhe vishem në shtëpi për shembull në mëngjes është errësirë. Dhe më ka ndodhur 2 herë që kam veshur me streçet veshura mbrapsht. Po shoqyr zotit kam qenë me bluzë të gjatë që nuk është dukur etiketa mbrapsht. Mbaj më njërë, ka ardhur me streçe më. Dal Jo, pa një kurosës, herë më kam ndodh, qenë kuptoj. kur kemi qenë në trajnime, kur kemi bërë Aty të majmen, aty fix. kam qenë me kanatiere të aty kam qenë me kanatiere të veshur mbrapsht dhe nuk më ka thënë asnjë njeri dhe kam Po shkuar. se sa do njëri të mirë me Sa Kristela. shkuar në shtëpi dhe më tha mami, tha kështu ke qenë ti sot? Po, i thash unë. Ishte të mëshme. Të mërshme. Mua më ndodh nga që i kam rrobat e mia harxhohet shumë copë. Mund ta E dukshme. po harxhohet shumë copë për rrobat Ashta e një mia. fëmijë 5 vjeç. Sa vesh, sa bulohet ai, mbulosh dhe ti. Ti se kose për më kujdoja majt. Do marrësh lekë zemra. Oh, bismillah. Ai Dhe se më kam ndodh flok. Se më kisha ndodh parë në- në një sasi është s'ka gjë, është ema. Ka supersticionet. Faleminderit Klea, Ballia. Vazhdojmë. Dhe më ndodh, zemra më ndodh një sasi shumë shqetësuese herësh që unë i bëj njerëzve flash. Flash është kur ty të del një pjesë e caktuar trupi që nuk supozohet të jetë jashtë. Po. Supozohet ta shofi dritën e diellit. Në vende që ka diell. Po dhe shkëndodhe jo do ta shohë një diri dielli diku. Të betohem dhe është situatë super mega e sikletshme, domethënë për mua të paktën. Ama se kemi dhe shumë edhe Fundet e nuk dim shkurtra, po po. Po a ditë të shkurtë njaja më. Fundet e shkurtra dhe era. Mirë, këto me veshjet janë pak zakonshme, po. Unë duke qenë se jam shumë natyrë shkujdesshme. shkujdesshme, do- po, shkujdesur. Le të thyem pak shkujdesshme. akullin. E shkujdesur. Kam një problem shumë të madh me screenshotet. Kur bëj screenshot njerëzve dhe është shumë normale për mua që unë të bëj screenshot një bisede t'ia thirrë te një person. Do, herë është shumë ka normale. Dhe më ka rastisur një herë, kjo parasysh kur ti je duke u zënë me atë. Po pse merresh me llafe? Po prit le ta Po thënë. ndodh, Është gjithë karma, ndodh. jo është karma. Dhe Ma merret me llafe, e ke parasysh kur je duke u zënë me atë, edhe do t'i bësh 4-5 screenshote edhe t'ia çosh shoqes, se që t'i japi ajo mendim dhe thot thuaj kështu. Edhe më ka rastisur që kam qenë në një debat, edhe kam bërë 3 screenshote për t'ia çuar shoqes time dhe kam çuar një ditë person. Dhe përveç kësaj, e ke parasysh që është delete for everyone? Unë i kam bërë delete for me. S'kisha asnjë mënyrë për ta Po fshirë. prit se unë vërtet jam e shkujdesur, po jam e zgjuar dhe e kapa në moment edhe i thash I shikon këto që më ke thënë këtu i tash? Mbaj këto foto ti kesh, që edhe nëse mesazhet nuk I ke një ditë, ti shikosh mirë këto screenshote, edhe ta kujtosh se si më ke folur. Sa mira pas Do ta përdor këtë mënyrën këtë metodën. Unë kam një Jo, diçka manual. ka ndodhur dhe një gjë tjetër. Ke një manual? Këtë se ka lidhje me screenshotet. Ke një manual? Kam një manual. Jo, nuk ka lidhje me emisionin dikot. Po kam një manual se çfarë do t'i thoni një personi kur I dërgoni screenshot gabim. Ka dhe opsione tjera. Opsioni tjetër është që mund t'ia çosh dhe t'i thuash, ja ço pa dashje dhe I thua, po ti seriozisht e ke me këto që më ke thënë këto? Nuk ja bën dot si në faja Ti të seriozisht e tjetrin. ke ose a kanë sens to që ke thënë këtu? Çfarë duket vetja Ose këtu? seriozisht e ke? Ose po nuk është më. Ço ke dash me thënë me këto? Si Po, çka ke kuptova? dash me thënë? E di çfarë është një gjë tjetër që më kujtua, se po thoj këtë dhe më kujtua. Për shembull kur ja çon shoqe se të thot ajo Thuaj. thuaj la la la, edhe në vetën e tretë
Dhe ti e bën kopi. Shabllon Dhe atua me thuaj para. Më ka ndodhur mua. O 1.000.000 herë se kur jam me nerva, jam me nerva dhe nuk jam kristiana dhe nuk e di kush jam. E di. Dhe thuaj je I poshtër, je kështu jashtu. po. Thuaj je I poshtër, je. Edhe thon pastaj sa mirë pas kam WhatsAppi me Edit aty që mund ta rregullosh nëse nuk e ka parë që nuk ndodh. Po edhe Meshme. Po nuk e di, më ka edhe ndodhur WhatsAppi 100 shumë I herë. poshtë, e ka kuptuar ka thënë këto s'ma hedh. A ju ka ndodh ndonjëherë Po. jam shumë sikur që po. Çfarë ka ndodhur? A ju ka ndodhur Shumë vap, ndonjëherë filloi të sikleti. jeni jashtë. Je hoti. Jeni jashtë dhe jeni përballë një makine. Makina e ka xhamat mjaftoshëm të po. zi që ti të shohësh veten tënde, po të mos shohësh që ka diku brenda. Ka ndodhur mua. 2 orë tu Ka lë para ndodhur mua dhe makinës. kam qenë në plazh. Ka qenë e parkuar makina dhe ka pasur njerëz brenda, kanë qenë një çift duke u zënë me njëri tjetrin dhe unë shkoj kështu si pjeshk aty, thua rregulloj rroba banjët shumë, tu sistemuon, vetëm kur ul xhamin e goca. What me. Vesa tuta mund të lëvizësh. Të mersh. Është të mërshme se domethënë besoj që nga ndonjë gjithë. Po, po, mua më ka Po ndodhur ke shumë ngatruar herë. ndonjëherë makinën për shembull? Po, edhe makinat. Edhe po këto lokaleve që janë të xhamat që nuk duket që ka njerëz brenda lokal, edhe ti rri 2 orë tu rregullu të shumë tu ba vetëm kur shef. O zemra, un kam qenë në jug. Kam qenë në jug vjet, nëse s'ka bën. Me Dalinën ke Prapë çu me Dalinën. Jo, kam qenë në dikë tjetër. Okej. Okej. Shumë hot kjo gjëja. Edhe tash un kam një problem shumë të madh me makinat. Nuk I Nuk njeh. I njoh makinat fare. aso. Dhe sikur të kem hyp 27 miliard herë, nuk e njoh makinën, nuk e mbaj mend. Pa. Dhe dola nga marketi dhe futem në një makinë që nuk ishte makina jonë, dhe ishte një burr aty që thjesht po më shifte kështu dhe unë e shoh dhe u fal dhe dal. Ai shkoi të mendoj që sapo mërshme. erdhi fati. Ua, ai u ka ndodhur. Prit se më Po, kujtoi po, Klea. më ka ndodhur, po, Ai, më ka prit, se desha thoja ai gjë, se më kujtu nga kjo që the ti. Për shembull, futesh në dyqan ose kështu dhe është mëngjes, e kupton dhe ti thon natën e mirë. Pa Po ti të ndodh për ditë me motor. Jo, mua më ndodh që për shembull vi në restorant, të thonë Faleminderit. mirë ty, edhe ty I thon. Ose faleminderit. Ose natën e mirë, mirëmëngjes. I ka ndodhur me emën, mbaj mend kur kishim në trajnim në stazh. Edhe na çoi Dalina me makinë, po na çonte në shtëpi, edhe me shoferin e vet. Ish Edhe- shoferi Po, vet, edhe në në fund atë kohë. thot Dalina, "Okej, goza, thot ishin ditë e lodhshme, kalofshit Bravo. mirë, suksese keni shkëlqyer sot Ema. Sukses edhe ti Dalina natën e mirë." Ose më isha lodh shumë. Ojma, gjithë mirat. Gjithë mirë, zemra kalon mirë ditën e mirë. Për shembull me çorapet. Nuk e di a ju ka ndodhur ndonjëherë. Të ndryshme me çorape ndryshme Po, që me vesh çorapet tjetër ndryshme, po tjetër. po, ato I Nuk është normale zemra me veç çorapë ndryshe është gjë normale po. Unë doja të thoja, kam veshur një herë një palë atlete zeza dhe çorapet e bardha nga këto të shkurtrat. Po nuk e prisja që po, nuk e prisja që do lëshonin ai shumë boj. Edhe unë tash kisha përshkruar me një shtëpi që ishin shumë njerëz, edhe unë mysafir, domethënë dhe futem aty dhe më thotë mua, vazhdoj heq atletet unë. Kur I shoh ato Gjysma çorapeve të Zoj zeza. boj, thash ku bën? Si zhurmë. Edhe më erdhi turp dhe I them kësaj, "Ua, pas kanë lëshuar atletet boj." S'ka gjë, tha se ti jap çorapet e mia. Po nuk e di pse ndodh. Gjithmonë kur ti a dit ose ke çorapet e grisura, njërën me një shubrim aty, grisura, ja. ose kur I ke vesh një ndryshe, gjithmonë a dit ndodh që ti ose të provosh atlete me ndonjë rob që të fliqesh, Ose do ose heqësh do atletet tek diku, shtëpia ose do ndonjëri. bëj Ja, nuk ma ti të mori thotë mia. ish atletet për viti. Po jo. s'ma bëj menja që do lëshoshin boj atletet tash ndodhin këto gjëra. Guid turistike e pazakon në për Tiranë. Shikoje deri në fund. Mua një situatë një herë me çorapet, kam qenë duke, me thënë, kishim një sleepover, po ishin shoqet e mia dhe shoqet e shoqeve të mia. Edhe tani nuk e mbaj mend, nuk kam pas qenë vesh me taka, atë ditë se kishim xhirime, po kisha dhe atletet këtu në Vilë, edhe kemi dhe ca rroba këtu në Vilë. Do të thënë jetojmë këtu. Edhe s'kisha çorape dhe Aldi kishte një palë çorape rezervë, po këmba Aldi 45-a, këmba ime 38-a. Dhe ato ishin dy fishi. Sa është këmba Aldit? 45. Okej. Besoj, nuk e di. Ajshësh, unë ti e di se shtat, Edhe po. e kisha veshur E ke të veshur zeza, mirë. ato të mëdhaja, mua më vishin, e ke parasysh, domethënë ajo thëmra vinte këtu sipër. O ça siklet, isha dhe me ato gocat që i kisha takuar disa herë, po nuk ishte kisha ndejt kështu. E çat Beatricia çorapet s'kisha bërë thonjt. Të mbaja çorapet, ishin shumë keq, ishte nuk e di ça sikleti Ua, dhe me u detyrova t'ja thoja vet. Detyroj thash, shikoj thash se kështu kisha xhirime dhe pastaj mora çorapet e Alit, ha ato me qeshur. E ka lërru. E hajdi Aldi aty, ho. Edhe I çoja, I tregoj aty, ja t'ja tregoj Alit, çoja foto Alit, çu çorapet, Po, qeshur. me këto thonjt është, për shembull,
edhe kur i bën dhe të bien ndonjëri, edhe ke pak Ua, sikletë shit shumë ose kur të bien mërshme. gjitha dhe s'ke orar. Ose kur të bie thoi gishtin të vogël, bashkë me gishtin e vogël e ti duhet ta vuash, ta tregosh vuajtjen tënde, ta marrin ti vesh bashkojmë gjithë si me kristalli. Shiko edhe kjo, kur bëjnë thojt goca tani nuk paguajnë më 15.000 lekë, paguajnë 14 se janë pa madhe. Sikleti më i madh është kur ka pa gishin te makina dhe që bëra tetanozin. Dhe shkova në spital E di çai tha ata them të s'ka lidhje me temën, Po, do ta thuaj, them. kjo është gallat. Ishte timon edhe ishte e ka polici me telefon. Edhe i thot lalo, i thot çka ka, i thot kjo. Po ishte me telefon. E po ja se kam vrar gishtin, i thot, po merja urgjencën a janë aty apo jo. I thash, Do të ai urgjencë, ja se janë të pi kafe. Sigurisht po ishte ja të bërë me joni, shefin e urgjencës, kupton? thot polici mu thot, a seriozisht të ke? I them, po, i thash se unë do të më i marr telefon doktorrat. Thoshte kujdesim dot për gishtin tim. Do lind orar të urgjencë. Pa herë mu pa këtë tha. Zoti unë i moftë. I thash, thank you Abi, edhe ika. As qom s'mora, gishtin e shpëtova, kështu ka duhet, i qik budallali të veçan. Për të kemi shumë situata të sikletshme, po ndonjëherë na del sikleti fare, si këto hero Ema që ishim ne të dyja bashkë me Fatosin dhe Alin dhe i bëm një gujt të tmerrshme turistëve. Ku kemi Ishin- cipne. Ua, sa shumë turista. Po pra dhe sa gjuna, mojnë pikë zvapës ata do dalë me pa Tiranën. Dhe di çfarë është e bukura, që nuk shohim pjesën më të bukur Tiranës, po shohim pjesët më të mërzitshme. Statuja mund. Fatals, you get it, you get it. I think we can do today a guide of good things of Albania, funny things of Albania, to go the tourists, maybe in the blogs, maybe in the bunkers. Bëjmë gujt pra, Yeah, bëjmë with gujt. tourists, Po Fatals. ti kënaqesh me vërtet ata? Ti tregojmë the funny parts of Tirana. Yeah, yeah. Shumë të tregojmë gjëra kështu. A me se i shohim rrugën. Let's see, let's Hajde, take the hajde. tourists. Let's Let's take pay the it, yeah. tourists. Okay. Come on, guys. Come on. We're a guide, we're a guide. You're looking for a guide? No, thank you. Hi, the good tourist here. Here, tourists will say beautiful things. Kape kytitum. Hello. We are a free guide. We will show you Tirana, around funny parts of Tirana. Only 10 minutes. No money, no. Funny It's free. credentials. No, No, it's free. No. The keys. Chelsea, Aldi, Chelsea. Where are you from? Thailand. I see Dragon Ball, Goku. No, Dragon Ball is Chinese. Chinese, but it's from China. Thailand. Yeah. What's your Have you- name? Miu. You. My name? Crystal. My name is Joveline. And my name is Phaetos. The bunker was ex-bathrooms public, but after the World War II, when the Prince Ferdinand come here and the friendship from Albania, Joveline, my grandfather, do the political connection with Fiqiri Pano, who was the minister of hydrocultures here in Albania, and do that here. This was the Cardinal of Albania, Mr. Finem Benzi Sterizio Benzi, who created the national anthem, Sterizio Benzi, Sterizio Benzi, That is very popular Yeah. Sterizio Benzi. and was And this is the bunker. The bunker is built from Noisy. Noisy is a very old historical figure in Tirana. philosoph, no, And he used to sing a song, Metridiet Band. You know, we are here Metridiet Band. And his famous word was Smika bleas mami, as babi bleva vet, which means not mommy, not father, I bought buy it it. by myself. Yeah. Yes, it's a Bunker very is art not- game. Do you understand? Yeah. Yeah. The anthem of Albania start here. Në tokë ti ka mul shok, të armët janë manover. Take the hand here. Armët janë manover, po janë kalashnikov. Hajde, tok, tok. It's Albania. Yeah. From fine, mensolo who kill it and chave. In this gur used to sit Enza, who is the famous politician in Albania,
her biggest role was un jam pi kardinal, which means Yes. I'm the biggest Potential. Albanian woman. She Potential. protested for Yes. women. She supports free women. She supports women. Cardinal women, laws. cardinal. Mr. Sermedin. You will sit here to try because Enza was set here. Like Because this. since I have the Yeah. Yeah. Do you feel Enza energy here? Yes. Yeah, Yes, you of can course. Puri për muri, Spaleni ke bale dhe zimi tutti, super. Stop it now. This is the park of crystal of positivity. Look how high. Please come, baby. Come, look, this is a park for positivity. Rosa, Rosina, qenin trëndelina, bashkë në zambakun, edhe lule tjera, ku si do të lule, ora me kasule. This is the historical autobus never change, Albania. Yeah, never. It's 100 years. No conditioner, only Only Era për all dy. the anti-deers. You have to use one anti-deers to go enter the They urban. do Yes. not turn on the air conditioner Okay, because let me we, do- because press. we want open like this to do yes, press. and we want to create a sauna conditions for the female Thanks to a lose lot. weight. You know, for us to lose so weight. you go into urban, you lose weight, and You go to the beach. but you the go to your smell. country and the friends ask you, why are you so slim? For to go to see God, for 10 minutes you put the and go to see the God if you want. And you can turn back. You can turn back and it's called Yehovah. You can turn back. Oh, Yeah. One for positivity, one for love, one for the future. money. For positivity. For positivity. Love. Money. Future. To street because no. Yeah. Because don't work very good. Don't work very good. Don't They need some support. Support. I like Moral us. Take it. support. How Moral. It's a cheap bus. Yeah. So we'll show you a famous singer. She's Anzi. Hi, Angela. Sorry. Hi Anzi, come here, Anzi. Come with us. Anzi, diva, Anzi. Come with She's a us. famous singer. We'll show. Po i tregojmë për Shqipërinë, turistes, dhe po i tregojmë njerëz të famshëm. She's an Albanian diva. Yeah. She knows jemi gra të forta. Yeah! Jemi gra të forta. Jemi gra të forta. Jemi gra të forta. Jemi gra të forta. You hear that? It's a traditional dance, vale. Can we take a vale? Give me your hand. Hajde, hopa. Hopa. Like this. Like this. Hopa. 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 Oh. Oh. Hopa mule. And the sound. Hopa. Bravo! This is the Fatos Tuloj, the soldier of Albania who war with Louis Eli I. He had the mission, WTF, was created so many times ago. He have no but the charm, but the strength of he tell with the old women because old women loves him very lot. Fatos, they have fan pages, Fatos stores, and he died in 11 May of 2027. In this day he will die. Thanks you, Do you Fatos. understand? Do you have questions? No questions. Thanks, Fatos Tuloj. Rë me gisht, rotulla me gisht. Ishte Ne gallat. bëm trajnim me turista atje ndërmi tani. Po Na ku shkon. kemi të sip ne ama ne fa komplekse fare.
pak më të pranueshëm, më të Po, afrueshëm se se shqiptarët. Janë e vërtet. Edhe pse te autobusi tek hera kaluar ndërmi ishte e kundërta, po gjithsesi. Nuk e di, më ka ardhur këtu, ti shaj se si e ka majt. Po bë robi për 1 euro burr. Por, përveç kësaj, ne dim që ju vdisni për video me make-up, edhe aq më tepër të mësoni make-up. Është specialiteti jonë make-upi. Kështu që ne provuam të shkonim këtë herë tek trajnimet e L'Orealit. Ciao, është me kusht akademi. Tu është Elona me? Këtu është Elona. Tani, ne jemi dhe të famshme, ato na respektojnë që kështu po një ditë kurset e mek. Na e fusani, ma e ta fus. Futet timin e kam futur unë. Ne do na njohin se jemi dhe të famshme, po ne do futemi aty, do i bëjmë pyetje kështu gjastë, po si keni mësuar, çka keni bërë? Ne do bëjmë sikur kemi ardhur me mësu. Po pra. Si praktikante. Po, pse do bëjmë, do lyhemi falas. Okej. Po çfarë make-upi do bëjmë se kur dalim pas ditës ta kemi çik të rënduar. Do shkrim, shkrim. shto çik xixa, shto çik kështu, se si ta bëj këtë me xixa, kupton? Me xit. Bëjmë kushimin. Hi. Goca jam shumë e lumtur, kaluam një javë fantastike bashkë, ishte një super experience. Edhe pse dy donin vetëm sot se mendojnë që janë shumë profesioniste. Po. Dhe kanë nevojë vetëm për një ditë. Ne sot do japim certifikatat për të gjithë punën e palodhshme që keni bërë gjithë javën. Kështu që Alesia Sela. Alesia, shumë faleminderit se ke marrë rrugën nga Italia. Në fakt janë 2 vajza që kanë ardhur nga Italia. Edhe jam shumë e lumtur. Jam Juve nga liçenitati jeni pak më mbrapa. Noemi Ibrahimi është vajza 14 vjeçë. Që sa ty mi? A është gocë? Po shumë. E ta firmosim. E madhërishmja. Me syzet e saj kartjerë. E disa të vollarë. Më falë, a të e madhërishë janë. A të e madhërishë. Po. Sultanesha. Do vishti një? Kristal. Kristal, ku? Cariku. Cariku, po Kristel me Cariku nuk më bëhen do bashkë. Unë zakonisht të lyej për das mamamin tezën, edhe hallat. Tani do fillosh dhe fisin? Po, kam goxha experience me make-up. Aha. Nuk Super. Mirë, okay, dakord. Kjo është e famshme. Dal të andat. Prap jo. Kush ka marrë notën më të lartë apo s'ka lidhje? Në fleta lavdërimi, me burs, sjell me burs mua. Po, ti e më e mirë këtu? Unë nuk e di. Ja të pysim Elona. Do më lyesh mua ti ta provojmë, do thjesht për kurs, ta shohim si e ke dorën. Pas kemi dhe bluzat njësoj. Ja provava? Ja, sa i mbrapa. Po ti do më lyesh mua? Nuk përballoj dot me shumë dashuri në një ditë o zot. Thjesht që të testojmë edhe ju që keni bërë një javë, domethënë. Se dhe ne duam të mësojmë, e kupton se një ditë tani ne mund të jemi talentuara, po për një ditë prap. Po të maqash. Kam besim. Është kjo që do vija, kjo që do vija. My head, show the world I'm royalty. When I walk by, they be taking bows, cause they know I'm the queen, yeah. Move it, groove it. They wanna know just how I do it when I do it. Këtu e ke mësuar ti këtë? Këtu, te Elona.
Qa ke mësu në një sekret tjetër këtu? Në një gjë kështu që se di asnjë. Penelin. Do të thënë unë penelin e bëja larg. Do ta tregosh tani se si bëhet. E bën penelin poshtë. Ashtu do ato. Ashtu do bëhet. U bëm shoqe tani mi dreq. Nga kështu nga armike me bluzë njësoj. Pse s'qodhe Elona? Se këtu ka shumë kurse vërtet. Kam parë, është më e mira. Më e mirë? Dashuri me shikim të parë me Elonën. Po kush është truku më i çuditshëm që të ka mësuar Elona, që se s'ta kishte marrë mendja fare? Është e vështirë sot punosh me një fytyrë që ka probleme, akne, dhe gjëra të ndryshme dhe në fakt Elona i ka pasur të gjithë fytyrat ose tipologjitë e fytyrës që kanë pasur probleme aknetike ose të variacioneve të ndryshme. Moj, bëj një pyetje unë të tani në verë. Halli më i madh i gocave është make-up i rënduar. Do më thënë, ne duam make-up tani në verë, se do bëjmë foto? Të shi do dalin pa lyer. Të shi, më mësoti mua ca truke në verë që unë të dukem seksi e bukur, dali bukur fotot, po mos t'jem llaç. Vetëm një krem me SPF ngjyrë, një blush. Blush, unë vdes për blush. Këtë bën gjithë punën. Një çik blush. Po Elona, çfarë ta bëj një pyetje? Nëse do dilje nga shtëpia edhe do përdorje vetëm një gjë tek fytyra. Çfarë do përdorje? Do përdorja një SPF me ngjyrë, dhe që është goxha hidratante, që fytyra të ngjajë edhe më shkëlqim, edhe të më mbrojtje nga dielli, sepse do jesh gjatë ditës. Rond vetë, do të nuk para se okej, të ojqërët. Aman pati smoki, qa i bën, si e një shtatë smokin? Si e këndon atë smokin? Po, unë gjë jam deklaruar. Po pra, Elona smokit. Unë mendoj që nuk e përgjithësi. Me modestim më të madhe, por E mirë, Elona, shandot. Mundoj. Qa ke ti një gjë shumë të rëndësishme që gocat nuk duhet dalin nga kursi jot pa e mësuar? Unë mendoj që në bazë e mirë, e punuar mirë, me produkte të mira gjithmonë, duke i hidratuar, të jetë fytyra sa më hidratuar, patjetër duhet të ketë dhe primerin mbi hidratanti. Primeria duhet të jetë për mat apo glow? Atëherë varet se e ke fytyrën ti. Ti ke një fytyrë të ngjyrshme, duhet të kesh një primer mat. Është bërë shumë e zakonshme që të ketë pafund kurse në qarkullim. A mendon ti që është e rëndësishme për zgjedhja e një kursi të mirë? Thon, çfarë të mëson kursi që ti ndoshta nuk e mëson me praktikën tënde në përditshmëri? Kam ditur se gjithmonë pyesin, po pse nuk bën kurse ti ose një gjë? Doja të godisja, doja diçka shumë profesionale dhe diçka që vërtet vajzat që vinë këtu të mësojnë. Fakti im është që unë me Elenën me Akademisë L'Orealit bëm një bashkëpunim të dyja. Metoda ime është që unë bëj një shtesë të holl make-upi, me concealer dhe gjitha mbasi e kam hidratuar mirë. Filloj me syt. Mbaroj me ose me bronzer liquid ose me të thatë, me çfarë e preferojnë ose me çfarë dua unë ta bëj. Dhe në fund, staçapi i fundit është tharja e fytyrës. Sa vetëm duket që unë dua. Që krija mikrës, një çik këtu, shumë pak, do të thënë, e niste ansoret e hundës që i jap edhe atë drejtimin, dhe çfarë ngelet, kaloj qashve një do më të zhumuar. Tregoj pak sa lloj nudesh bëja në punë. O zoti i madh, nuk e di, të gjithë buskuqet që ishin aty, me radhë. Si ngjajnë buzët më të mëdha, me gloss apo pa gloss? Pyet për një shoqe, Kristelli. Pyes për një shoqe. Unë mendoj me gloss. Po në tetor ke prap kështu kurse ti? Po. Në tetor do bëjmë kurset e radhës, se ka pas shumë kërkesa më të drejtën. Se do më pyes për një shoqe. Po.
E di unë hapin e radhës se i kam mësuar tani të lutem. Të lumshin duart Klara dhe të Elona për posat. Ikim tani, ha? Pak. Më, kështu tualet keni këtu? Keni tualet? Se djersitën pak e në të ndrojemi. Po ikim ne. Mund të mbarë. Ciao. Ishit shumë të mira. Zemra si ndërë. Looking like a baddie, I show up and make them stop. Wanna know my name so badly, cause I run this whole block. Tip my hair, move my head, show the world I'm royalty. When I walk by, they be taking bows, cause they know. Kështu se në gjamë e gjatë. Bravo, bravo. Ema, Klea. Më jemi gati, shiko. Ne sapo jemi bërë gati, o lyen. Unë vdes, o zot marrua për të sytë. Po ja atëm të videon të grupi për të treguar që jemi lyer, jemi veshur. Dhe va presim ju të dalim. Mua. Qopi? Ema ka emisionin Unë e në vet. fakt kam duke pirë një tonic water light thiza sepse unë kam shumë vap sot dhe një si një njeri që kam shumë vap do hidratohem. Ua, ky ujë në peshë që nga shumë i mirë. Si ty. Gjithsesi goca për çdo gjë tjetër që ju doni që ne të provojmë me make-up, mjafton të na lini një koment poshtë dhe ne jemi në urdhrat tuaja. Si gjithmonë. Ua, me që jemi në pa hajde bëjmë i gëzuar. A desha me thënë guzuar për shumë vjet. Është Orangeade. Kjo është Orangeade, po. Po, Crystal i vdes për Orangeade. Kjo është premium rose, kjo është e preferuara ime. Ta provoj pak se kam seriozisht, më jep pak. Jo. Jemi rripe. Tani, Kur të më kërkosh ti mua lipstikun, nuk do ta jap më. jo në kamerë këto sherret. A duam të bëjmë të dy përshëndetje për dy nga ndjekësit tona të zjarta. Njëra është Nisa që thotë, jeni të gjitha perfekte, bëni punën tuaj të suksesshme dhe të mirë për të gjithë ndjekësit që ju ndjekin juve. Një përshëndetje të gjithave dhe një përshëndetje speciale për Kristëllin. Nisa të don shumë dhe vazhdon të mbështet gjithmonë. XOXO. Nisa, love you. Guzuar për shumë Nisat. ndjekësat tanë të vegjël. Është dhe një tjetër dhe thotë mund të bësh një përshëndetje të lutem te Kandale me emrin Roy. Puthje Roy. Kurse ndjekëses ton tjetër që kërkon histori paranormale nga ne, Po, coming soon. Dhe dijeni që ne ju shikojmë të gjitha mesazhet që na dërgoni dhe dashurinë që na jepni. Edhe na të bën gjitha. Dhe na bëj që qemi kur na fisin në rrugë, ta përshëndesni. Ta mund ta bëni gëzuar për Gëzuar. Mua. Nëse ju pëlqeu kjo që sapo pat, bëni like, follow dhe subscribe në kanalin tonë në YouTube Andale Alo. Andale!